tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë vetëm prej tij, ndihmë, falje, mëshirë, begatim, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, dashur pranishëm, vazhdojmë me lejen e Allahut me ligjëratat tona në lidhje me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po mërzitej edhe filloi të çante. Shokët të cilët ishin pranë tij, shoqëruesit e tij e pyetën: "Pse po çon ja Rasulullah?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Po mërzitem dhe po çaj për vëllezërit e mi." Ata që ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i thanë: "Po a nuk jemi na vëllezërit e tu ja Rasulullah?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ju jeni shoqëruesit e mi, ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata të cilët do të vinë pas meje dhe do të më besojnë, tani pse nuk më kanë pa." Elhamdulillah që na jemi ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na jemi vëllezërit e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah jemi meritor për me përfitu prej shefaatit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit dhe jemi prej atyre të cilët do të pijmë nga dora dhe nga shërbimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga haudi i Kautharit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kur flasim për historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi patjetër më ndal edhe me shiku gjendjen e botës në aspektin e përgjithshëm se si ka qenë bota atëherë. Nëse e shohim, do të gjejmë se atëherë ka pas dy superfuqi të mëdha. Është kanë perandoria romake dhe perandoria persiane. Nëse e marrim krahasimin e sotshëm, edhe sot e kemi dy superfuqi. E kemi Amerikën dhe Rusinë. Dhe çuditërisht, muslimanët janë në mes. Edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muslimanët ishin në mes dhe këto dy superfuqi ishin në pjedestalin e tyre. Mirë po, pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muslimanët do të arrijnë që të imposhtin që të dy këto perandori dhe të azgjerojnë islamin në viset më të larta. Derisa sot ne jemi në një gjendje tepër të dobët. Krahasim me atëherë, bëhet fjalë për shekujt 67, derisa sot na jemi në shekullin 21 dhe kushtet dhe rrethanat e sotshme me kushtet dhe rrethanat e atëhershme dallojnë si nota me ditën. Muslimanët arritën që ta përcjellin mesazhin e Islamit dhe ta ngrisin fjalën e Allahut. Na sot jemi shumë, ndoshta jemi mbi 2 miliard, jemi plot, mirë po jemi pa peshë. Sigurisht që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë një kohë kur popujt do t'ju vërsulen juve për t'ju mposhtur. Dhe njëri që ishte aty e pyeti: "Pa ja Rasulullah, a do të ndodh kjo për arsye se na do të jemi pak në numër?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Jo. Përkundrazi do të jeni shumë, mirë po do të jeni si shkuma e detit." Shkuma e detit është e padobishme, është e pavlerë. Edhe pse është shumë, prapë nuk ka ndonjë dobi, nuk ka ndonjë vlerë. Edhe na jemi shumë, mirë po për fat keq jemi pa peshë, edhe tjetër kush udhëheq me botën, edhe neve nuk na vet askush hiç. Në këtë mes të perandorisë romake dhe persiane, arabët ishin lënë të paprekur. Vendbanimet e arabëve ishin ngel të paprekura. Këto dy perandori përshkruhen si perandori zullumçare, si perandori të padrejta. Shoqëria në këto perandori është ndarë në dy grupe, pra të pasurit edhe të varfrit. Të pasurit kanë qenë gjithmonë të favorizuar dhe të mbrojtur, dhe të varfrit, si çdo herë, janë të nënçmuar dhe janë të shtypur. Kur themi se arabët ishin lënë të paprekur, në kupton se vendbanimet e tyre nuk zgjonin ndonjë interes për perandoritë atëhershme.
Hijazi apo Mekja dhe Medinja, si pozicion gjeografik, është pozicion shumë strategjik. Mirë po, kushtet klimatike dhe kushtet natyrore nuk janë shumë të përshtatshme. Andaj edhe kishin ngelur në atë gjendje. Mirë po, arabët e kanë pas edhe një veçori. E ajo është se nuk kanë dashur të hyjnë në sundimin e asnjë perandorie. Nuk kanë dashur që të nënshtrohen ndaj asnjë mbretërie dhe asnjë perandorie. Na kur ishim në umrë vitin e kaluar, duke e pa gjendjen e atij vendi, se është shkretim, që është vend i pa zhvillueshëm, Allahu e ka falë në atë gjendje, bon në atë formë. Dhe na u mundu me adhon një përgjigje që m'ja sqaru çështjen. Dhe i tham se Allahu e ka zgjedhur këtë vend në këtë formë dhe nuk ka lënë diçka tjetër përveç çabës. Që njerëzit mos me u hutu, mos me u habit dhe me anashkalu ibadetin çabe. Se fillimisht aty shkohet me boj ibadet. Shkohet me adhuru edhe me madhru Allahun në çabe. Jo me madhru çabën dhe me dallu çabën, mirë po me adhuru Allahun dhe me boj ibadet. Nëse Allahu kishte kriju diçka tjetër, prej bukurive natyrore, nëse Allahu kishte bën lumen, liçene, male, kështu me radhë, njerëzit do të ishin vërsul me shku me bë turizëm. Dhe do ta kishin harru çabën dhe ibadetin në çabë. Allahu ka thënë: "Wa atimul hajja wal umrata lillah", bëjeni haxhin edhe umrën për hir të Allahut, për Allah. Dhe na shkojmë me bë haxhin edhe umrën në çabë për me madhru dhe për me adhuru Allahun subhanahu wa taala, ndërsa shëtitjet dhe gjanat e tjera duhet me ardhë në rend të ditës. Sa për shëtitje, sa për Allah shveresh, ka vende sa të dush në botë dhe mund të shkojmë kur të dojmë. Mirë po kur shkojmë në çabe, na duhet të fokusohemi me boj ibadet dhe me adhuru dhe me madhru Allahun subhanahu wa taala. Urtësia e Allahut është që e ka falë atë vend në atë gjendje, pa gjelbrim, e ka falë shkretin, e ka falë në një formë që nuk premton zhvillim, derisa ajo që i jep vlerë është fakti se aty është çabja, dhe është fakti se aty është dërgu dhe ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duke e pas këtë gjendje, kushtet jo të mira klimatike dhe natyrore, arabët nuk kanë pas zgjidhje tjetër posa se me u marrë me tregti. Për arsye se nuk kanë mund me u marrë me bujqësi, kushtet toka e tyre nuk ka qenë e përshtatshme, janë marrë me tregti dhe biznes. Për këtë arsye kanë organizuar dy karavane të mëdha tregtare. Një karavanë kanë pas gjatë verës dhe një karavanë tregtare kanë organizuar gjatë dimrit. Karavani tregtar i verës është nisë dhe ka shku për në Sham, pjesa e Siris, Palestinës, Irakut e Andej, dhe karavani i dimrit është organizuar për me shku ka Yemen. Këto dy karavane i kanë organizuar Qurayshit, fisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë pas aftësi dhe zotësi sa i përket tregtisë. Karavanët e Qurayshve kanë pas garancion dhe anës së Allahut subhanahu wa taala që të lëvizin lirshëm në gadishullin arabik. Allahu ka folë për këtë fenomen dhe për këtë çështje në suratul Quraysh. Dhe ka thonë: "Li ila fi Quraysh, ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf." Për garancën e Qurayshve, kanë garancë për udhëtimin e tyre gjatë dimrit dhe verës. Qurayshit kanë garancë që të udhtojnë edhe dimrit edhe verës. Pastaj Allahu thotë: "Le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie", pra Zotin e çapës, Allahun subhanahu wa taala, i cili i ka ushqy nga uria dhe i cili ju ka dhënë siguri nga frika. Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë garancë Qurayshve, shkaku se ata ishin kujdestar dhe shërbëtor të çapës. Derisa karavanet e tjera tregtare, të njerëzve të tjerë, të arabëve të tjerë, plaçkiteshin edhe vidheshin, karavanet e Qurayshve lëviznin lirshëm në gadishullin arabik. Në këtë formë, arabët e kanë zhvillu ekonominë e tyre. Qurayshit kanë organizu edhe organizime tjera tregtare dhe me këto organizime e kanë bajtë gjallë ekonominë edhe qarkullimin e tyre vjetor.
Sa i përket udhëheqjes dhe administrimit nuk ka pas ndonjë formë të caktuar apo ndonjë sistem të rregulluar në formën më të mirë. Banorët arab janë ndarë në dy grupe, janë ndarë në qytetar edhe banor malsor apo nomad. Qytetarët janë ata që kanë jetuar në qytete, derisa malsorët kanë jetuar në viset malore. Sistemi udhëheqës ka qenë sistemi fisnor. Kryetari i fisit është ka njeriu me autoritetin më të madh dhe ai është pyet për çdo gjë. Derisa fisi është ndihmuar me vete dhe e kanë rujt me krenari për ardhën e tyre familjare. Kanë ditë të bëjnë fiset ndër me vete luftra të përgjakshme edhe për sebepin, për shkakun më të vogël, për shkakun më banal, për shkakun më të panevojshëm. Sikur që kanë ditë me bë luftra, kanë ditë edhe me lidh aleanca të ndryshme fiset njëri me tjetrin. E tash duhet të ndalemi te çështja kryesore, ajo që na intereson më shumë është se si ka qenë çështja e fesë, aspekti fetar para dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mesin e arabëve. Periudha para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të drejtë në historinë islame njihet si periudha e xahiljetit, periudha e ignorancës. Duhet me pas kujdes kur përdormi këto terme, për arsye se i ndëgjojmë disa duke thonë periudha para islame ose periudha pas islame. Nëse themi kështu, na bim në kundërshtim me veten tonë, na bim në kontradikt me veten tonë, për arsye se na themi se islam është tonë çdo herë, që nga Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe islam do të jetë deri në kiamet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu në Kur'an ka thënë inna ad-dina inda Allahi al-Islam, me të vërtetë fe e pranuar dhe e shpallur te Allahu subhanahu wa taala është Islami. Nëse themi kështu, nëse kjo është e vërtetë, atëherë duhet me pas kujdes mos me thonë periudha para islame edhe periudha pas islame. Në vend të kësaj themi periudha para shpalljes ose periudha pas shpalljes. Periudha para kuranore edhe periudha pas kuranore. Allahu subhanahu wa taala ka dërguar pejgamber të ndryshëm për popull të ndryshëm, derisa e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber të fundit dhe vul të gjithë pejgamberëve. Ajo që i ka dalluar pejgamberët është kon sheriati i tyre. Allahu subhanahu wa taala i ka dërguar të gjithë pejgamberët me një sheriat ndryshe nga pejgamberi paraprak. Shembull, kur Allahu subhanahu wa taala njeriu e parë Ademin alayhis salam e ka dërguar, ja ka mësuar emrat e gjësendeve në natyrë dhe ja ka shkoll disa fletushka. Dhe ka thënë wa allama Adama al-asma'a kullaha, dhe ja ka mësuar Ademit alayhis salam emrat e çdo gjaje. Meqense Ademi alayhis salam është njeriu i parë, ka pas nevojë për diçka të vogël, për diçka që nuk është shumë e rëndë për ta. Ka shku shkollja Allahut në mënyrë graduale. Sikurse fëmia kur shkon në shkollë, në fillimisht i mësohen shkronjat, i mësohen emrat e gjanave, i mësohen numrat. Edhe Ademit alayhis salam Allahu ka thënë wa allama Adama al-asma'a kullaha, dhe ja kemi mësuar Ademit alayhis salam emrat. Me kalimin e kohës, Allahu subhanahu wa taala ka dërguar pejgamber të ndryshëm për popull të ndryshëm, për vende të ndryshme. Dhe sheriati i gjithë pejgamberëve ka shku duke u zgjeruar. Programi i Allahut subhanahu wa taala ka shku duke u zgjeruar. Dhe dallon sheriati i Ademit alayhis salam me sheriatin e Nuhit alayhis salam. Sikurse që dallon sheriati i Ibrahimit alayhis salam me sheriatin e Jakubit alayhis salam, dhe njëjtë dallon sheriati i Musës alayhis salam me sheriatin e Isës alayhis salam, derisa Allahu e ka dërguar një sheriat, një ligj, një doktrinë gjithëpërfshirëse për gjitha kohrat, për gjithë njerëzit, e ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot shembulli im me shembullin e pejgamberëve para meje është sikurse shembulli i një njeriu i cili e ka ndërtuar një ndërtesë, e ka ndërtuar një objekt. Mirë po në një qosh të këtij objekti e kalon një tull, e kalon një blok pa e vendosur. Dhe njerëzit vinë dhe sillen rreth këtij objekti dhe thonë:
sa mirë e ka ndreq, sa mirë e ka ndërtu, mirë po sigur se ta kishte vendos këtë tullën në këtë vend, do të kishte bo edhe më mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pikrisht thot unë jam ajo tulla dhe pikrisht thot unë jam ai bloki dhe unë jam bula e të gjithë pejgamberëve. Ço nuk kupton? Islami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përshkruajtur Islamin si një ndërtesë. Dhe thot se unë jam plotësimi i kësaj ndërtese dhe unë jam bula e të gjithë pejgamberëve para meje, të cilët kanë ardhur. Periudha para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njihet si periudha e xahilietit. Për arsye se ignoranca ka qenë shumë e përhapur në mesin e arabëve. Arabët kanë dalë krejtësisht nga besimi i pastër i Ibrahimit dhe Ismailit alayhis salam dhe kanë filluar me adhuru idhuj, me adhuru puta. Derisa i pari i cili ka filluar këtë punë ka qenë një njeri me emrin Amr ibn Luhay, i cili i ka sjell putat, i ka sjell idhujt në mesin e arabëve. Me kalimin e kohës, adhurimi i idhujve dhe i putave ka filluar që të zgjerohet. Dhe çdo fis pastaj e ka pas idhullin edhe putat e tyre. Putat kryesore i kanë vendosur në vende të dalluara dhe kanë pas disa idhuj, të cilët i kanë mbajtur me veti të vegjël edhe gjatë udhëtimeve dhe kur kanë shku në ndonjë vend. Krahas adhurimit të idhujve, krahas asaj se kanë qenë analfabet, krahas asaj se kanë qenë njerëz të pacivilizuar, njerëz të paformuar, arabët kanë pas disa cilësi të mira, pozitive në karakterin e tyre. E para kanë pas mençuri dhe inteligjencë, kanë qenë në gjendje të mbajnë në mend tekste të shumta. Këtë kanë pas dhunti për anës Allahu subhanahu wa taala. E dita kanë pas bujari, zemërgjërsi dhe kanë pas mikpritje. Nëse ka shku dikur vetëm një kafsh, vetëm një deve, edhe çat devën e fundit me të cilën e ka rujt familjen, ai u ka çuar dhe ka përgatit për hir të musafirit dhe për me nderuar me respektu musafirin. Po ashtu kanë qenë besnik, nëse e kanë dhënë fjalën për diçka, e kanë bajt fjalën e tyre, kanë ditë me bo sabër, me bo durim, krahas kushteve të vështira që kanë pas, janë mësu me bo sabër edhe me u kënaq me pak. Kjo është gjendja në përgjithësi e arabëve para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose me thonë më mirë para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu ka vazhduar derisa Allahu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber në moshën 40 vjeçare. Në xhiratën e ardhshme inshallah do të folim edhe pak për këtë çështje dhe do të futemi ngadalë te ngjarjet të cilat kanë ndodhur si paralajmërim për lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë disa ngjarje, disa ndodhi të cilat kanë ndodhur para se me lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe në këtë ngjarje ka mësime dhe urtësi të jashtëzakonshme. Allah i shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.